gjaku, duke ndjek filozofin e rilindasve tanë të shajt, ne gjithmonë dy monumente i kemi për cilat krenohemi. Monumentin e rujtjes të gjuhës Shqipe dhe monumentin e tolerancës fetare. Do të thotë, ne s'kemi pas kur historikisht luft fetare. Sa i përket pyetjes në fillim, du të them vetëm një diçka. Shpresoj që predikust si zotrit që janë përballë nesh, në një moment kaq sfidus, kaq trant, kombit shqiptar, e tregojnë të vërtetën historike, që e vërteta historike është kjo, që Kurani ka ardhur 1100 vjet pas Biblës, dhe t'ju themi të rive tonë, të paktën unë e fëmijëve të mi ju them, jemi aq afër sa që Hazreti Isaja, që nuk e pranojnë kjo pjesa radikale, anti-shqiptare dhe anti-muslimane, që Hazreti Isaja në Kuran është Jezu Krishti. Dhe kjo është fakt historik. Dhe duke spjegu historinë edhe të Biblës, edhe të Kuranit, ashtu si që është, ne predikojmë paqë, prandaj urimi im sot i nderuar i Kreshnik ka qenë ky, dhe po e përfundoj mendimin, të gjithë shqiptarëve, të krishterë, musliman, bektashi, pavarësisht feve, ja uroj festën e Bajramit, prandaj ta urova dhe ty kur erdhe, dhe jam krenar për këto dy gjëra që jam